një qeveri që ka një president të një partije dhe kështu t'i ka 3 institucionet. Pra heqja kryetarit të kuvendit nuk është që heq rolin institucional. Kuvendi i Kosovës operon me shumicë, që i takon shumicës. Qeveria operon po ashtu me shumicë, që i takon shumicës. Tani edhe presidenti takoj 51%, që është më tepër se sa vullneti qytetar. U përpoqa, provova, nuk arrita fatkeqësisht, tani kthehemi në LDK dhe do t'i kthejmë misionit të madh të bashkimit të së djathtës brenda LDK. Nuk është fare kurti i interesuar zoti Abdixhiku për një marrëveshje politike qeverisë që LDK të jetë pjesë e qeverisë, refuzoi këtë idë më njëherë? Jo, ai dha këto propozime. Ishin propozimet e tij, por insistante që pozita presidentit i mbetet vetëvendosjes. A keni qenë gatshëm përbash qeverisë ju, LDK-ja? Jo, ne ishim në diskutim për çështjen e presidentit. Pra unë refuzova të flasim për çdo gjë tjetër pa trajtuar çështjen e presidentit. Pra sepse problemi është presidenti, jo qeveria. Kosova ka qeveri, ka edhe kuvend, por nuk ka president. E propozon ndonjë emër? Domethënë, po s'mund të propozojmë për dikë që insiston që presidenti mbetet i partisë së tij. Çfarë, shqetësoni, nuk është çështje propozimesh, shuarjes së propozimesh, e lajmeve mediatike. Me LDK-n, vetëvendosja nuk ka diskutuar as edhe një emër, as edhe një emër përveç Glauku Njusës. Për Glauku Njusën ne kemi pasur qëndrim jo per se, po për shkak të pozicionit Partia Aksion Ban që mos mund të jetë presidenti i Kosovës, dhe kjo ka qenë arsyeja pse shkuam në interpretime gjykata. Presidenti i Kosovës do të jetë zgjatim i qeverisë, pra s'mund të ketë një qeveri që ka një president të një partije dhe kështu t'i ka 3 institucionet. Pra heqja kryetarit të kuvendit nuk është që heq rolin institucional. Kuvendi i Kosovës operon me shumicë, që i takon shumicës. Qeveria operon po ashtu me shumicë, që i takon shumicës. Tani edhe presidenti takoj 51%, që është më tepër se sa vullneti qytetar. U përpoqa, provova, nuk arrita fatkeqësisht, tani kthehemi në LDK dhe do t'i kthejmë misionit të madh të bashkimit të së djathtës brenda LDK. Nuk është fare kurti i interesuar zoti Abdixhiku për një marrëveshje politike qeverisë që LDK të jetë pjesë e qeverisë, refuzoi këtë idë më njëherë? Jo, ai dha këto propozime. Ishin propozimet e tij, por insistante që pozita presidentit i mbetet vetëvendosjes. A keni qenë gatshëm përbash qeverisë ju, LDK-ja? Jo, ne ishim në diskutim për çështjen e presidentit. Pra unë refuzova të flasim për çdo gjë tjetër pa trajtuar çështjen e presidentit. Pra sepse problemi është presidenti, jo qeveria. Kosova ka qeveri, ka edhe kuvend, por nuk ka president. E propozon ndonjë emër? Domethënë, po s'mund të propozojmë për dikë që insiston që presidenti mbetet i partisë së tij. Çfarë, shqetësoni, nuk është çështje propozimesh, shuarjes së propozimesh, e lajmeve mediatike. Me LDK-n, vetëvendosja nuk ka diskutuar as edhe një emër, as edhe një emër përveç Glauku Njusës. Për Glauku Njusën